Përshëndetje, jam Ana Karapidhu dhe në momentet në vazhdim do të prezantoj një ide të një etërie që quhet Olympic Idea. Asgjë nuk mund të rezistojë përpara një ideje që ka ardhur ora, ka thënë Victor Hugo. Dhe kjo është një e vërtet shumë e rëndësishme. Nëse një ide gjen njerëzit e dur dhe kohën e dur për të aplikuar atë, kjo do të thotë një fitim i madh për të gjithë ata që duan të marrin pjesë dhe që angazhohen me ta. I Olympic Idea është një etërie e cila bashkon bizneset dhe konsumatorët duke sjellë mënyra të reja bashkëpunimi midis tyre. Kjo është dhe fillimisht ideja për të gjithë ata që duan të jenë bashkëpunëtor në çuarin përpara të kësaj ideje. I Olympic Idea u krijua në qytetin Wilmington në Delaware të Shteteve të Bashkuara në fund të janarit të 2014 dhe zyrat e saj janë në Greenville të South Carolinas. Ai që krijoi atë quhet Tom Thurber, i cili ka dhe një histori mjaft të mirë në krijimin e këtij biznesi. I Olympic Idea në pak muaj vuri në dispozicion 500 biznese, që do të thotë 100 biznese në muaj. Kjo sa vjen dhe rritet në mënyrë shumë të shpejtë. Të gjitha këto biznese kanë ofruar për konsumatorët ulje çmimesh. Kjo filloi për herë të parë dhe u përhap në Greqi dhe më pas në të gjithë botën si Kanada, Austri, Itali, Kipër, Rusia, Gjermania dhe në shtete të tjera ku ajo gjeti mbështetje dhe së fundi e kemi dhe në Shqipëri. Dhe në adresën e mëposhtme www.olympic.idea.ga do të gjeni dhe hartën me shumë të dhëna për bizneset që kanë hyrë në Olympic Idea dhe që vazhdojnë të hyjnë çdo ditë. Në idenë se të gjithë konsumojmë çdo ditë ushqime, veshje, shëndetësi, edukim, transferim, argëtim, pushime, shërbime shoqërore, blerje konsumatorësh dhe të mira materiale, por me krizën ekonomike që u krijua, filluan problemet për shoqërinë përreth, si për biznesin, ashtu edhe për konsumatorët. Kjo ndodhi për dy arsye. E para, ulja e klientelës dhe e konsumatorëve, rritja e konkurimit, e krijimit të shumë bizneseve dhe blerjeve në internet, dhe e dyta, ulja dinamike e blerjes dhe e konsumimit. Kriza ekonomike, papunësia dhe ulja e rrogave. Si përfundim, më pak klientelë të shpenzojë dhe më pak lek për konsumimin e nevojave të tyre. Në këtë mënyrë, bizneset dhe konsumatorët filluan të kërkojnë zgjidhje. Bizneset mundohen të afrojnë konsumatorë të rinj duke afruar ulje çmimesh. Paralel, kërkojnë në të njëjtën kohë të vënë në përdorim teknologjitë e reja si reklamat në internet, në telefona, smartphone e të tjerë. Dhe konsumatorët nga ana tjetër kërkojnë që bizneset të fitojnë nga blerjet e tyre dhe konsumatorët të kursejnë lek çdo ditë. Kush është ideja dhe fillimi? Profesionistë të profesioneve të ndryshme kërkuan në hapësirën e tregut shoqëror dhe të marketing internet dhe krijuan një ide të rëndësishme punësimi për të gjithë. E cilësoj ide të rëndësishme punësimi për të gjithë. Lind pyetja: kush është kjo ide dhe çfarë është Olympic Idea? I Olympic Idea është një komunë, një klub, një shoqëri konsumatorësh në shkallë botërore, një website në shkallë botërore dhe paralel është një realizim, një zbatim për celular, tablet, laptop, përdorimi i të cilës bashkon dhe ushqen të dyja anët e biznesit dhe konsumatorët. Si funksionon? Krijojmë grupe me bizneset që bëhen anëtar të Olympic Ideas me qëllim që të rrisin klientelën e tyre duke afruar fitime dhe ulje çmimesh tek konsumatorët. Paralel, krijojmë grupe me konsumatorët që bëhen anëtar të Olympic Ideas dhe kërkojnë ulje çmimesh nga bizneset. Kështu mbulojmë interesat e biznesit dhe të konsumatorëve. Konsumatorët gjejnë tek bizneset ulje çmimesh dhe kursejnë lek nga blerjet e tyre. Dhe nga ana tjetër, bizneset fitojnë klientelë dhe xhiro. Që të dyja strukturat hyjnë në Olympic Idea bashkohen me njëra tjetrën. Ideja është e thjeshtë, ka funksionuar dhe më parë, por ka ndryshuar mënyra e funksionimit. Funksionon nëpërmjet internetit dhe kjo është ajo që e bën të veçantë, të rëndësishme. Çfarë afrojnë bizneset? Bizneset afrojnë ulje çmimesh, një përqindje, për shembull, 10% në të gjitha produktet, ose 20% në produktet të veçanta. Mund të afroj ulje çmimesh të veçanta, si për shembull një fustan kushton 100 euro dhe biznesi jep me 50 euro. Në eterit grupon të cilat bëjnë ulje çmimesh të veçanta për klientelë të veçantë, ose mund të japin dhuratë shërbime të veçanta në mënyrë që të hyjë klientela brenda në dyqan. Cilat janë privilegjet e biznesit? Faqe e vetme në website, faqe e vetme me adresë të vetme të veçantë që të jetë në kontakt gjithandej në internet. Për shembull, në adresën e mëposhtme emri i biznesit olympicbiz.com do të jetë emri i biznesit që ndryshon në varësi të biznesit që kemi dhe olympicbiz.com nuk ndryshon, që do të thotë që është i njëjtë për të gjithë bizneset kudo që ndodhen në të gjithë botën. Për të krijuar një faqe website, i Olympic Idea na afron veglat e saj. Ajo që ne duhet të kuptojmë është se nuk na shet faqe në internet,
por reglat për të krijuar një faqe në internet. Për ta krijuar këtë faqe na ndihmojnë bashkëpunëtorët me të cilët ne do të bashkëpunojmë. E dyta mundësi që na jep Olimpik Idea për bizneset është krijimi i shopit që ka kategori të ndryshme. Ka një listë me produkte dhe çmime të ndryshme, ku klienti hyn brenda dhe zgjedh ato që do dhe porosit nëpërmjet emailit në internet. Në këtë foto shohim një e-shop të krijuar me fotografi dhe çmime, e cila e ndihmon biznesin të nxjerrë produktet e tij nëpërmjet internetit në shopin e krijuar. Bizneset që hyjnë në Olimpik Idea duhet të japin një ulje çmimi, një përqindje. Bëhet një ndarje profesionale e bizneseve që hyjnë në Olimpik Idea. Këto biznese i japin një përqindje të vetme për një farë kohe dhe këto e ndrojnë sa herë të duan. Mund të japin një shërbim dhuratë dhe kjo të duket në ndarjen profesionale të bizneseve. Në përqindjen që japin bizneset duhet të ketë fotografi me produktet, me çmimin e mëparshëm dhe çmimin e fundit që japin, pra përqindjen që japin. Këto mundësi e kanë vetëm bizneset që kanë hyrë ose hyjnë në Olimpik Idea dhe kjo duket dhe në hartën e bizneseve, siç tham dhe më sipër, dhe e shohin vetëm anëtarët e Olimpik Ideas. Olimpik Idea zë një vend të veçantë në shkallë botërore dhe numri i saj rritet çdo ditë. Çfarë fitojnë bizneset që hyjnë në Olimpik Idea? Cilat janë privilegjet e biznesit? Website, e-shop, të cilën mund ta bëjnë vetë ose me ndihmën e bashkëpunëtorëve, projekcion të dukshëm, publikim ulje çmimesh, shërbime dhuratë të publikimeve dhe më e rëndësishme çdo ditë reklam gojë më gojë brenda rrjetit. Të gjitha këto do të kushtonin miliona euro. Në Olimpik do të gjeni me katon e kësinda dolarja ose katon ikosi euro në vit pa rënduar xhiron e biznesit. Olimpik Idea na jep një pako të kompletuar për bizneset dhe në qoftë se këto biznese e kanë website-in e tyre. E rëndësishme është se i sjell klientelën këtyre bizneseve, të cilët nga ana e tyre kërkojnë ulje çmimesh, i sjell lëvizje. Nuk ka nevojë biznesi i vogël dhe i mesëm të bëjë reklam në Google e Facebook ose të bëjë një faqe në internet. Me pakon që afron Olimpik Idea, biznesi merr website-in e shopin dhe lëvizjet drejt tyre. Kjo është e rëndësishme, sepse të kesh një website, një shop që sado i mirë i krijuar që të jetë nuk e shenjeri, është si një biznes që nuk hyn njëri brenda. Që të ketë rëndësi biznesi, duhet të ketë lëvizje dhe këtë e bën vetëm Olimpik Idea. Privilegjet tona si anëtar, kursejmë lek me blerjet tona, vlerësojmë në mënyrë dinamike bashkësinë e blerjeve në treg, përfitojmë kontakt me uljet e çmimeve në bizneset në shkallë vendi dhe botërore, marrim një kod dhuratë si bashkëpunëtor i pavarur në eteri dhe mundësi punësimi për ta dhënë dhe shpërndar Olimpik Idea në anëtarë dhe bizneset e tjera. Ashtu si në një gjimnastire që na thotë më sill 3 klient dhe regjistrimi juaj është falas, në Olimpik Idea e kalon në një shkallë më lartë këtë, duke na thënë, në qoftë se më sjell 3 anëtarë në Olimpik Idea, regjistrimi juaj është falas, por në qoftë se më sjell më shumë, atëherë unë filloj të paguaj për punën që ti bën. Kush është çmimi për të bërë anëtar? Ja të analizojmë. Kursejmë lek nga blerjet tona, fitojmë kontakt në ulje të veçanta të çmimeve, kontakt në oferta të veçanta, kontakt në shërbime dhuratë falas të veçanta, mundësi të ardhura shfitimi si bashkëpunëtor i pavarur dhe megjithatë është e pabesueshme. Çmimi për të bërë anëtar është vetëm $28 në muaj. Ka 2 mënyra krijimi të ardhurash, duke regjistruar në Olimpik Idea biznese dhe duke regjistruar anëtar në Olimpik Idea. Le të shohim të ardhurat nga struktura e bizneseve. Ai që regjistron biznese në Olimpik Idea ka si pagesë €100 ose $130 për çdo biznes. Këto janë €100 për çdo biznes çdo vit, sepse ripërtohet pagesa e bizneseve për të patur faqen e tyre në internet dhe klientelën në Olimpik Ideas. Marrim një shembull. Në mars regjistruam 10 biznese në Olimpik Idea. Do paguhemi $1.300. Në qoftë se në prill regjistruam 10 biznese të tjera, do paguhemi prapë $1.300. Me gjithë pagesën e madhe që na jep eteria, ka dhe mënyra të tjera pagesash. Në mars të vitit të kaluar, prezantuam 5 biznese dhe do të paguhemi $650 dhe plus $1.300 nga ripërtoritë e abonimeve e pajtimit të bizneseve që kishin pajtuar vitin e kaluar, kështu krijojmë një qëndrueshmëri në rritje të ardhurave tona në muaj, duke prezantuar vetëm bizneset në Olimpik Idea. Të ardhurat nga strukturat e anëtarëve. Kemi të ardhura pagesë nga struktura e anëtarëve. Për strukturën e anëtarëve, eteria paguan më shumë mënyra. Kjo varet nga sa do të japim ne. 90% të xhiros kthehet tek bashkëpunëtorët. Për çdo €1.000 xhiro në eteri, 90% e xhiros shkon në pagesat e bashkëpunëtorëve në Olimpik Idea. Përse duhet të krijojmë strukturë?
Kjo është diçka që punohet shumë në internet. Mendoj e njohim të rinj zinga që bën lojra në internet, tin e të ri propon, njohim dhe Facebookun. Janë etëries e $100.000 dollarja, lidh pyetja. Por se ju dha kaq rëndësi e madhe këtyre bizneseve, këtyre etërive, këto biznese kanë një shumicë të madhe klientele. Lidh pyetja, kush e futi këtë klientel brenda? Pam të reklamojnë këto biznese? Facebookun e pam të reklamojnë ndonjëherë? Jo, por ajo që bëjnë këto biznese është të krijojnë një strukturë. Çoj një ftesën tek shoqja ime Maria që të shikoj fotografitë e mia në Facebook. Menjëherë bëra një regjistrim. Dhe kështu me radhë, kam krijuar një sistem, një strukturë në Facebook. Lind pyetja, çfarë më dha Facebooku mua nga e gjithë kjo që bëra? Asgjë. Këtu kemi një fenomen viral në zgjerim, një rjet, një sistem që rritet vazhdimisht. Do me thonë, unë fus në emailin tim Maria fut Anën dhe Ana 2 të tjerë. Dhe emaili im që filloi nga mua, ka krijuar 4 veta klientel në thellësi. Ky është një rjet në zhvillim dhe ka forcën më të madhe se reklama. Kush është puna jon? Rritja e strukturës dhe shumëfishimi i shpejt i saj. Sa do të ishte fitimi në qoftë se do të na jepni $1 për çdo anëtar që do të prezantonim diku në strukturën Olimpik Ideas? Ja mendoni, sikur Facebooku të na jepte $1 për çdo anëtar që ne fusim në rjet, kjo është dhe puna jon, kështu funksionon Olimpik Idea. Cilat janë mënyrat e strukturës? Goj më goj, ashtu siç bëjmë kur flasim për një lokal të mirë, një picari të mirë, ambienti përreth, njohim njerëz që do t'i pëlqejë kjo mënyrë punësimi, njohje ftoft, kontakt me njerëz të përditshëm, internet marketing, mënyrë organizuar e përparuar në internet me lajmërim e dhurat. Mënyrat e pagesës në Olimpik Idea për bashkëpunëtorët. Të jemi free me 3 antar personal të rekomanduar. Aplikacion bonus është nga regjistrimet personale. Sa më shumë regjistrime personale që do të kemi, aq më shumë do të jenë dhe pikët dhe pagesa që ne do të marrim. E treta, matrix bonus. Kjo është pak e rëndësishme dhe do të analizojmë pak në veçanti. E katërta është magic bonus. Magic bonus do të thotë sa më mirë të punojnë bashkëpunëtorët, mi fjalë sa më shumë bashkëpunëtorë që të kemi, aq më mirë do të pagohemi edhe ne, do të marrim një shumë mjaft të konsiderueshme. E pesta që është leaders bonus, a mi vi i jeton, do të thotë për ata që krijojnë grupe të mëdhaja. Me fjalë sa më shumë grupe të mëdhaja të krijojmë, aq më mirë do të kemi dhe pagesën në Olimpik Idea. Dhe i gjashta që është car bonus, është prap një pagesë nga grupet e mëdhaja. Me fjalë krijojmë grupe të mëdhaja dhe sa më shumë bashkëpunëtorë që të kemi, aq më shumë bonus do të marrim. Me rekomandimin e 3 anëtarëve kemi harxuar një shumë që është e njëjtë me abonimin mujor të tyre. Në qoftë se fillojmë me paketën 1 vjeçare dhe regjistrojmë brenda javës 3 anëtar, do të hyjë në llogarinë time personale $28 çdo muaj, që do të thotë mbuloj pagesën time mujore dhe karta që unë marr nga Olimpik Idea është dhuratë. Pagesa mujore dhe rekomandimet personale. Pagesa fillon mbas regjistrimit të tretë, do me thënë në të katërtin regjistrim personal, unë do të marr $7 në muaj, për sa kohë që ai do të jetë në Olimpik Idea. Në qoftë se kam 10 veta, do të thotë që për 3 të parë do të marr $28 në muaj dhe nga i katërti dhe më tutje do të marr $4 në muaj plus $7 në muaj, për sa kohë që ai është i regjistruar në Olimpik Idea. Ajo që ne duhet të mbajmë mend është se do të marrim $7 në muaj për çdo anëtar, sa kohë që ky është i regjistruar në Olimpik Idea. Matrix bonus. Me regjistrimin në eteri, ne marrim një vend, zëm një vend, që do të thotë që është një sistem matematik, zëm një vend të caktuar në eteri. Çdo vend poshti ka 3 vende të tjera. Vendi i parë ka 3, i dyti ka 9, i treti 27 dhe i katërti 81 dhe kështu me radhë. Kemi regjistruar 3 të parët. Regjistrimi i të katërtit do të shkojë të bjerë poshtë të parit, i pesti do bjerë poshtë të dytit dhe i gjashti poshtë të tretit. Kështu, me radhë, do filloj të mbushen vendet në Matrix. Në Matrix hyjnë anëtarë që janë regjistruar nga unë, ose nga të tjerët që kam regjistruar unë, ose nga ai që më regjistroi mua, sepse dhe ata mund të marrin disa vende në Matrix. Dhe kjo është deri në strukturën e 8 dhe nuk ka rëndësi se kush i vuri ato aty. Do të marrim për çdo anëtar $1 në Matrix. Pra $1 për çdo anëtar të rekomanduar në sferën e grupit tim personal. Pagesa nga puna në grup. Në qoftë se bëjmë një analizë dhe shohim me 3 anëtar në grup paguhemi $3.
Me 9 anëtarë në grup paguemi $9, me 27 anëtarë në grup paguemi $27, me 81 anëtarë në grup paguemi $81 dhe me 243 anëtarë në grup do të paguemi $243 në muaj dhe kështu me radhë. Vendet në matrix mbushen në mënyrë të rregullt, në bazë të saj ne paguhemi me një shumë të caktuar në bazë të punës që ne do të bëjmë. Këtu mund të them se në qoftë se punojmë mirë, mund të jetë një shumë mjaft e konsiderueshme, një pagesë mjaft e konsiderueshme dhe kjo varet vetëm nga puna që do të bëjmë ne. Magic bonus. Magic bonus ka të bëjë me regjistrimet personale. Në qoftë se unë kam regjistruar 10 anëtar, çdo njëri nga ata ka poshtë vetes 3 vende personale. Regjistrime personale kanë dhe ata që kanë hyrë poshtë tyre me 3 vende personale. Mua më jep të drejtën eteria të marr 50% të xhiros që nxjerr një nga regjistrimet personale të mia në matrix. Në qoftë se unë marr $27 në muaj sepse kam mbushur 27 vende në matrix, atëherë ai që më regjistroi mua mund të nxjerrë 50% të atyre që nxjerr unë pa më prishur punë mua. Do të thënë, $13.5 në muaj sepse unë punoj mirë. Magic bonus është një bonus shumë i fuqishëm. Bonus do të thotë pikë. E rëndësishme është të kemi bashkëpunëtor të mirë për të krijuar një matrix të fuqishëm poshtë tyre. Me 10 regjistrime personale, 10 shumëzim për €100, shumëzim për 30%, do të marrim €300 në muaj në Magic bonus. Pagesa e bashkëpunëtorëve ka të bëjë me titujt. Për shembull, në qoftë se unë kam regjistruar 20 anëtar personal, eteria më jep titullin Zafiri. Me 50 regjistrime personale do të marr titullin Smaraldi dhe me 100 regjistrime personale do të marr titullin Diamanti. Për çdo regjistrim personal të regjistruar në Matrix, eteria më jep të drejtën të marrë $1 në qoftë se jam Zafiri, me $2 në qoftë se jam Smaraldi dhe $3 në qoftë se do të jem Diamanti. Për shembull, me 200 anëtar në grup do të marr $200 në muaj në qoftë se jam Zafiri. 200 anëtar në grup do të marr $400 në qoftë se jam Smaraldi dhe 200 anëtar në grup do të marr $600 në muaj në qoftë se jam Diamanti. Pagesën e bashkëpunëtorëve na jep regjistrimi që kemi bërë nga anëtarët personal që kemi ne në çfarëdo lloj thellësie të Matrix dhe nuk kufizohet nga 8 stadet që janë në Matrix. Dhe paralel, nuk marrim nga anëtarët që kanë regjistruar të tjerët, por nga anëtarët që kemi regjistruar ne vetëm nga regjistrimet personale. Kemi dhe titullin Carbonus, që është titulli i makinës dhe është e qartë për të gjithë ata që kanë 20 regjistrime personale dhe 300 veta anëtar në grup. Eteria jep $300 në muaj. Në qoftë se kemi makinën tonë personale, vëm autokolito, stampën e eterisë në makinën tonë dhe çojmë fotografinë e eterisë dhe eteria na kalon në llogarinë tonë bankare $300 çdo muaj. Si mund të fillojmë në Olimpik Idea? Janë në dispozicion 2 paketa, 3 mujoshe dhe 1 vjeçare. 3 mujoshe janë $74 ose €60 dhe 1 vjeçare $336 ose €240. Në qoftë se filloni me 3 mujoshen ose 1 vjeçare dhe bëni 3 regjistrime personale, eteria ju kthen si pagesë çdo muaj shumën që keni paguar si pagesë mujore. Sigurisht do ju afroja paketën 1 vjeçare. Në qoftë se dikush është regjistruar me paketën 3 mujore, merr €60 nga bizneset që ai regjistron. Dhe në qoftë se është regjistruar me paketën 1 vjeçare, merr €100 nga bizneset që ai regjistron. Duhet të dini se paketa 1 vjeçare na jep mundësinë të marrim dhe titullin Platinum, i cili na jep disa pikë më shumë. Dhe ai që është i regjistruar me paketën 3 mujore, merr titullin Silver dhe merr pak pikë. Më pak pikë. Pra kemi 2 paketa me të cilat mund të fillojmë. Mund të paguani me kartë bankare dhe të filloni me njëherë, ose të flisni me bashkëpunëtorin, ose edhe me mua. Duke bërë një përmbledhje kemi një biznes që ka këto karaktere. Duhet të dini se kjo që po bëjmë dhe po krijojmë është dhe do të jetë një biznes i unik. Ka perspektivë të madhe të përhapet dhe të rritet në një mënyrë të shpejtë në të gjithë botën, disponon një mënyrë moderne që është në përparim dhe me perspektivë, filloi në Greqi me shumë entuziazëm dhe u përhap në të gjithë botën, përmban një produkt që e duan të gjithë dhe e kërkojnë të gjithë, që do të thotë ulje çmimesh, fillon me €20 ose $20 në muaj dhe rritet pa ndjekur strukturën. Mbasi të jeni regjistruar ose të punoni bashkë me mua ose me ndonjë bashkëpunëtor tjetër, filloni pa ndihmën e internetit, do me thënë filloni me regjistrime personale duke krijuar një grup personal. Eteria na lejon të punojmë dhe nëpërmjet internetit, ku ka një produkt të gatshëm për të punuar dhe është dhuratë, ka video të gatshëm për të mësuar se si të punoni. Suksesi i juaj është dhe suksesi ynë.
Do të lidhemi me çdo bashkëpunëtor që do të punojë dhe do të bëjë të gjitha punët që ne do të caktojmë. Do të jemi afër jush dhe nuk do të ndalojmë derisa ju vetë të arrini suksesin tuaj që doni. Bashkëpunëtorët mësojnë gjëra të reja, të rëndësishme dhe ne i ndihmojmë nëpërmjet Skype-it, kameras, webinareve, domethënë seminareve që ju i shikoni nga salloni i shtëpisë dhe nëpërmjet kameras ose dhe nëpërmjet bashkëpunimit nga afër. Kjo do të vazhdojë deri në momentin që juve të keni arritur suksesin tuaj dhe të keni një rrogë mujore tuaj. Nëse do të hyni në adresën olympic@idea.gr do të gjeni të dhëna që kur t'i shikoni do të entuziazmoheni. Kjo është Olympic Idea. Në fillim nuk do të jetë lehtë, por diçka që është e rëndësishme dhe me vlerë nuk është e lehtë, ashtu si dhe bicikleta që është e vështirë në fillim për të mësuar, do të mësoni hap mas hapi se si të punoni. Ka video të gatshme në internet që mund t'i shikoni dhe të mësoni dal nga dal. Çdo javë do të keni takime personale me grupet që do të mësojnë se si të punoni, të cilat do t'ju ndihmojnë që të arrini suksesin tuaj. Suksesi juaj është dhe suksesi ynë. Avantazhet dhe fitimet e punës tonë në lidhje me çdo gjë që ka tani në treg. Dhurat, mësime e instruktimi, punë dhe instruktim nga vendi që ne ndodhemi shtëpije të tjerë, kohë të lirë, kosto zero për të filluar, kosta e ulët funksionimi, mënyrë punësimi me status, nuk kërkojmë ne kandidatët majtas dhe djastas, kandidatët vinë tek ne, mundësi pa fund të ardhurash, krijojmë biznes ndërkombëtar, pagesë nga interneti pa pasur njohje, mësojmë mënyrën dhe krijojmë rrjetin ton. Drejtues personal, kemi një njeri që na vën në vendin e dur dhe na drejton, nuk kemi produkt të mbivlerësuar, produkti është pa lënd, nuk ka pako porosi dhe dërgues dhe ka një pagesë që na paguan direkt dhe ka 90% pikë të xhiros. Në qoftë se të gjitha këto të duken të rëndësishme dhe në qoftë se këto janë ato që juve doni, do i lutesha të mos ndalonit këtu. Klikoni në adresën e mëposhtme dhe të më jepni emrin tuaj dhe emailin tuaj për të më dhënë mundësinë që unë të komunikoj me ju dhe për të dërguar sa më shumë të dhëna, të cilat ju do t'i merrni më parë se të merrni vendimin e dur. Klikoni në adresën e mëposhtme dhe flasim më vonë. Mirë se erdhët në Olympic Idea. Ju përshëndes.